O hoxhe, po kur hedh themele të reja, çfarë mundem të bëjmë? Faleminderit, Zoti ju ruajt. Amin, Allahu ju rujt edhe ju. Vazhdo ndërtimin. Nuk ka asnjë lloj riti, asnjë lloj veprimi pra që bëhet kur hedh themelet. Pra ka disa njerëz për shembull që kjo është vepër që bin ndesh me fen ton, pra që shkojnë therin kurban, e thonë pra që mos na dëmtojnë xhindët. Pra këto vepra janë vepra të cilat bien ndesh me fen ton, se kurbani bëhet vetëm për Allahun e lartësuar. Thuaj me të vërtet, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Ai që na ruan dhe na mbron është vetëm Zoti i gjithësisë. Pra, Zoti i gjithësisë është ai që na ruan. Dhe kur të bësh themelet ose kur të hedhësh pra të bësh diçka një hap, mbështetju Allahut të lartësuar, filloje me mbështetje tek Zoti i gjithësisë, dhe Allahu i lartësuar është ai që të ruan. Lutë Allahun e lartësuar që të ruaj, të mbroj. Dhe Zoti i gjithësisë është ai që na ruan dhe na mbron. Pra nuk janë xhindët. Allahu i rujt.